Me 4.467 vota më tepër kryeson Partia Socialiste në Bashkinë Gjirokastër kundrejt Partisë Demokratike dhe Koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Kryetari i KZAZ-s numër 81 Yasemin Gjollesha na jep të detajuara rezultatet e dala nga numërimi i 65 qendrave të votimit në gjithë territorin e kësaj njësie vendore për të gjitha forcat politike pjesëmarrëse në këtë garë për parlamentaret 2025-2029. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 9.722 vota, e cila ka darë forca e parë në Bashkinë Gjirokastër. Partia Demokratike e Shqipërisë ka marrë 5.255 vota. Lëvizja Bashkë ka marrë 287 vota. Lëvizja Dheu ka marrë 7 vota. Koalicioni Euro-Analti ka marrë 46 vota. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 513 vota. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare ka marrë 31 vota, Partia Aleanca Demokratike e Re 17 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 170 vota, Partia Mundësia 176 vota dhe ky është totali i përgjithshëm. Procesi i numërimit vota ka vazhduar normalisht shumë i qetë, nuk kemi patur asnjë lloj incidente, me disa jo incidente, por disa paqartësi të vogla që janë sqaruar në komision, pasi dhe numëruesët duheshin trajnuar më mirë për pjesën teknike, gjithçka ka shkuar në rregull, pa incidente, pa asnjë lloj gjë. Tani vazhdon numërimi për herë dytë hapja, siç e dini ku ditë hapet edhe një tjetër për herë dytë, të cilat tani do bëhet numërimi i votave preferenciale. Domethënë, nuk numërojmë votat e subjekteve politike, por votat e kandidatëve për deputet. Sigurisht që do marri më pak kohë, numërimi sapo ka filluar. Tani kanë më të thjeshtë dhe punën dhe më të lehtë, pasi votat për subjekte politike nuk kalojnë më në numërim, thjesht kalojnë vetëm vota preferenciale, të cilat janë ndarë në zarfe të posaçme gjatë procesit të numërimit të parë. Dhe hapen vetëm këto lloj zarfesh për të bërë të lloj numërimi.